Kjo thanja Rasulit alayhi salam na prish muhabetin neve shqiptarëve krejtve. Domthon pas kësaj na veç mshelëm gojën. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, i mjafton njerit për ranë, në qovë se vetëm flet për ata që ka një. Domethënë, nuk ki nevoj me shpik ti vetë ranën, në qovë se flet me që ata që ka një që ajo është ranë. Jo që është ranë ajo, mirë po mjafton për ranë që ajo. Nështë ka njëherë nuk është ranë ajo, mirë po mjafton dhe sa të vjen të ti, e qëkën të ajo veç e ka ndryshu formën, e ka ndryshu mimikën, e ka ndryshu qerën, e ka ndryshu gjendje, e ke po shumë sene janë të mira me i një që aty pe që ati njeri, me që atë ftyrë, me që atë qere, do më dhanë, a i nështë ka thonë që ashto, mirë po gati ka ndalë latë kur kanë thonë, këtë tjetëri e ka zënë njëjtën, mirë po ka zënë të kesh ka i kishë ndodhë atina. Ajo është në ranë, se nuk u kanë që ashto, që ashto u kanë, po a i gati ka kajtë kër e ka kalzu ata, e ti kur te ka zënë të kesh, ose të përqesh, halo ma keq. Kështu që kjo, edhe në qofë se është teksi njëjtë, nuk është njëjtë. Kështu që të atë me mshel gojnë, na mos me kalzu që e kena një. Jo ka thonë, kështë thonë, kom një, kësë është muhabet, kjo është ranë. Kështu që ikë për tyne, vetë Allah në rujtë më se thuja ashtu shtë u korë.